Me përfundimin e shtëpisë jemi gjithashtu në fazën ku duhet të zgjedhim elektroshtëpiake, kështu që i futemi punës një herë mirë. Si një person me ADHD të theksuar, gjithmonë kam tendencën që të shkoj për diçka dhe të përfundoj me diçka tjetër. E rëndësishme është që mos dalim duar bosh nga dyqani. Ne shkuam tek lokacioni i Tegut që ka Neptuni. Kishte versione të ndryshme për produktin që po kërkonim. I kam thënë Ymirit që ta mbaj shtëpinë nxis duhet ma blej patjetër këtë Dyson. Lavatriçet dhe tharësia ishin pothuajse të njëjtat me ato që kisha në projekt dhe kalojmë direkt te pika më e rëndësishme, e cila është televizori. Pas shpjegimit të detajuar dhe diskutimit që pata me stafin, për shembull, më pyeti sa është hapësira e sallonit dhe sa është largësia nga koltuku deri te televizori. Kështu të gjenim një përmasë eksakte që mos na vriste syrin, por gjithashtu të kishim dhe idenë e kinemas në shtëpi. Si një vajzë e rritur në Kore, do ishte tradhtim ndaj popullit nëse unë nuk do zgjidhja një Samsung ose LG. Shkua me opsionin e parë atë të Samsungut, versioni që LED, gjithashtu për masa 65 inch. Përfituam dhe nga rasti pasi ishte me ulje dhe i bënte check të gjitha kutitë tona për televizorin ton të ri. Si pres të shoh se si do duket i vënë tek salloni jon, por deri atëherë dritat e mia, unë i them shumë faleminderit që ishit pjesë e kësaj videoje dhe ju poç.